Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së gaforës. Siç e shikoni, nuk jam në shtëpi, jam në Kosovë për pushime dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Po filloj me 8 të shkopive të dashur. Këtu ka çdo gjë. Gjërat po përshpejtohen të dashur gafor. Ka lajme, mundësi apo zhvillim që po vinë shumë shpejt apo shumë më shpejt se sa po pret apo se që kishe menduar. Koha nuk po pret më, vepro mos e shty. Çfarë do që jetë duke e lënë pas dore të dashur gaforë. Dhe kam bufin këtu që tregon njeriu e varur ndryshimi i këndvështrimit. Pra, po e le pas dore, aq se pastaj nuk je duke parë, duke ndryshuar kërkohet që të ndryshoni këndvështrimin, nëse ndihesh sikur je bllokuar apo në pritje, universi të thotë të dashur gaforë, shiko situatën në mënyrë ndryshe, me ca sy tjerë, me një këndvështrim tjetër, mos u kap pas mënyrës së vjetër të menduarit, sakrifikoj një ide të vjetër për të parë rrugdalën nga gjithë kjo. Nën të gurit, të dashur, thot, je shumë më e fortë se që mendon, ke aftësi për të qenë e pavarur, e suksesshme dhe të ndërtohesh pa u varur nga askush. Ky është momenti të fokusohesh të dashur demër tek vetja, tek mirëqenia jote dhe tek qëllimet e tua. Pra, të ndryshoni këndvështrimin, të shikoni gjërat ndryshe, të ndërtohesh pa u varur nga askush, do të thotë një këndvështrim ndryshe, apo por mos t'i lënë gjërat pas vetes, të dashur dhe mbreti i pasqyreve, nëse ruan qetësinë dhe maturinë emocionale, do e menaxhosh situatën me sukses, këtë që të ka dalë përpara për këtë javë. Mos u lër pas emocioneve negative. Mund të jetë kjo ndoshta që kërkohet ta ndryshoni këndvështrimin e juaj. Jeni të kujdesshëm, je të dashur, por edhe të keni kufi të qartë. Ky është çelësi për të ruajtur balancën dhe për të marrë atë që dëshiron. Pra të dashur gafor, gjërat po ndodhin shpejt dhe janë duke ndryshuar shpejt. Duhet të menaxhoni gjërat me hapjen e shpejtësisë që po ndodhin, Ndalo së menduar si më parë dhe shiko situatën me sy të rinj. Ke gjithçka që të duhet për të qenë i pavarur apo të kesh mundësi ta menaxhosh jetën tënde ashtu siç duhet. Jo vetëm të pavarur, por edhe të suksesshëm. Ruaj qetësinë, menaxho emocionet dhe mos lejo askënd të heq fokusin nga qëllimet e tua. Do thotë ti leni zvarr gjërat se mund të rregullohen vetë. Jo të dashur, por ti merrni gjërat shpejt në dorë, nga që gjërat janë duke marrë një ndryshim të shpejtë dhe që të mund t'i kapni, që edhe ti menaxhoni ashtu siç duhet vepruar me shpejtësinë e shpejtësisë së gjërave.